pse agjërojnë muslimanët në Ramazan. Përgjithsisht, njerëzit që janë mbi peshë kanë përdorur lloje të ndryshme dietash. Disa pinë vetëm lëngje gjatë ditës ose hanë vetëm fruta. Disa të tjerë heqin dorë nga ushqimet me sheqer dhe karbohidrate ose eliminojnë alkoolin nga dieta e tyre për një periudhë të caktuar. Ende duket e çuditshme ideja e agjërimit të muslimanëve gjatë muajit të Ramazanit. Një popull i tërë për rreth 2 miliard njerëzish së bashku, për rreth një muaj të tërë, pa pirë, pa ngrënë dhe pa kryer marrëdhënie intime përgjatë orëve me diell deri në perëndim të tij. As është kjo një praktikë e vështirë? Cili është shpirti i vërtet i Ramazanit? Agjërim do të thotë të përmbahesh nga ushqimi në mënyrë vullnetare, si respektimi një dite të shenjtë apo si një simbol i pendimit. Ndonse në shumë fe, agjërimi është parë si shlyerje mëkatesh. Në Islam, agjërimi kryesisht bëhet për të afruar njeriu me Allahun. Duhet thënë se të jesh i vetëdijshëm për mbikëqyrjen e Allahut dhe t'i friksohesh atij është kusht për realizimin e bindjes, si dhe një tregues për rëndësinë e agjërimit në Islam. Ebu Umame tregon se i tha të dërguarit të Allahut: urdhërom të bëj një vepër që të më lejoj të hyj në parajs. Dhe ai ju përgjigj: agjëro, sepse nuk ka të ngjashëm me të. Dhe ai sërish shkoi tek profeti dhe ai mu përgjigj: agjëro, sepse nuk ka të ngjashëm me të. Dhe unë sërish shkova tek ai dhe përsëri më tha: agjëro, sepse nuk ka të ngjashëm me të. Agjërimi të bën të ndihesh i uritur, ndjenjë që e vuan çdo i varfër në botë. Kështu, do të dhimbset i varfri dhe do të mundohesh ta ndihmosh më shumë. Për këtë arsye, çdo muslimani i kërkohet t'u jap ushqim të varfërve me një herë në fund të Ramazanit. Rregullat bazë të agjërimit janë shmangja e ushqimit, pijes dhe marrëdhënieve seksuale nga agimi deri në perëndim të diellit gjatë muajit të Ramazanit. Niveli bazë i agjërimit nuk do të sjellë dobi tjetër shpirtërore, përveç këndvështrimit të nënshtrimit ndaj urdhrave të Allahut. Kështu që vetëm ky lloj agjërimi nuk do ta pastrojë njeriu nga mëkatet. Kuptimi më i thellë i agjërimit është trajnimi i shpirtit për të kontrolluar dëshirat. Kufizimi i shpirtit nga dëshirat e ligjshme njerëzore për një periudhë kohe gjatë agjërimit e bën personin më të aftë për të parandaluar veten në bërjen e veprimeve të paligjshme gjatë gjithë kohës dhe jo vetëm gjatë agjërimit. Agjërimi e ndihmon atë të kufizojë emocionet njerëzore negative, si për shembull inatin. Ai gjithashtu e ndihmon personin të kapërcejë lakmin, kopracin e tjerë. Kjo është ajo që profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kushdo që nuk i lë fjalët e këqija dhe veprimin me to, ta di se Allahu nuk ka nevojë që ai të qëndrojë pa ngrënë dhe i jetur. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم